Përshëndetje të mirë të mi kudo që jeni, nga Nëna Taro. Mirë se erdhët të dashurit e mi, kudo që jeni, ju përshëndet në Tarova të gjithë kudo që jeni. Ju falenderoj shumë për mesazhet tuaja, për komentet tuaja. Ju falenderoj shumë për ata persona që kanë menduar se unë kam pas ditëlindjen. Ditëlindja ime nuk është tani, por është në fund të gafores. Ditët e fundit të gafores. Gjithsesi, unë do të bëj një lexim të veçantë për ata persona që kanë qënë afër meje për një rrugtim të gjatë 7 vjeçar. Janë persona që dhe mund të mos jenë në për TikTok momentalisht, ose mund të mos jenë afër meje, por unë di të them që energjia e ditës së sotme është një energji transformuese, është një energji e fortë, është një energji e prerë. Kam 3 grupe letrash. Letrat flasin pa doreza dhe ju e dini. Ka ardhur koha të çajmë mjegullën e vendimeve dhe të mendimeve tona. Të përballesh me të vërtetën tënde, të përballesh me dhimbjen tënde, të përballesh me atë që duhet të pranosh, sepse disa gjëra në jetë na dhëmbin, por ne jemi të detyruar ti pranojmë. Pas kësaj dhimbje dhe pas kësaj mjegulle, po vjen drita, po vjen dielli, po vjen rilindja. Zgjidh grupin që të thret më shumë. Grupi 1, grupi 2, grupi 3. Po marrim me grupin 1 që mos mbasim kohë. Grupi 1. Grupi 1 shikoj që je në sfidë këtë moment dhe dita e sotme është, ose unë do t'jap më mirë një këshill për grupin 1 për 5 shpatat. Bija ime ose biri im kudo që je, në çdo betejë të jetës tënde. Shikoj që ke luftuar dhe po lufton me mendimet e tua, por jo çdo betejë ja vlen të luftohet. Nëse fiton në një sherr apo humb qetësinë e shpirtit në ditën e sotme dhe në vazhdim, është një njeri i shtrenjtë brenda teje, nuk është fitore. Okej, është humbje. Ulu, ftohi gjakun dhe mos u merr me thashë theme apo me njerëz që vetëm të shohin për tokë. Njerëzit që ke përreth duan të shkelin, duan dhe po ta shikosh, kënaqen me dhimbjen tënde. Kënaqen me atë që të kanë thënë. Dhe ti aktualisht je duke vënduar në sy, sepse nuk mundesh më. Okej? Por, ndërkohë që ti e ndjen veten për tokë, unë të shikoj diçka tjetër. Shikoj një fitore të madhe dhe po u kthen më saktë shpinën këtyre personave. Zemrat e mia, 5 shpatat për grupin tuaj është një situatë që dikush përpiqet të fitojë me çdo kusht. Dhe qoftë mes debateve, qoftë mes manipulimit, qoftë mes lojrave, apo pas shpinës tënde. E ke kuptuar, këshilla ime për këtë letër është. Kjo letër të paralajmëron që duhet të bësh kujdes. Siç e thash pak më parë, po ta them prapë. Jo çfarë betejë që mund të kesh në jetën tënde je fituar, por mund të kesh një shije të hidhur nga ata persona dhe do kesh prishje të një marrëdhënie që mund të jesh sot aktualisht. Ndonjëherë është më mirë të tërhiqesh dhe të ruash shqetësinë, sesa të hysh në konflikte të kota. Kujdes, thashë, themet apo njerëzit me energji toksike i ke rrotull. Vem te grupi 2, 2 shpatat. Të mirët e mi me 2 shpatat. 2 shpatat, këshilla ime është që nuk mund të qëndrosh për gjithmonë me sy të mbyllur. Shikoj që ti po përpiqesh të ruash paqen dhe qetësinë, por në fakt diçka të vret nga brenda. Mos ke frikë nga ajo që shikon dhe nga ajo që do dëgjosh. Hiqe fashën dhe vendimin duhet ta marrësh nga sot. Pse e them këtë gjë? Sepse ulur nuk dëgjon rrahjet e zemrës. Ulu dhe dëgjoj zërin tënd të brendshëm. Intuita jote është saktësisht për atë që të tregojnë 2 shpata. Më dëgjoj me kujdes. Mesazhi për grupin 2. Ti ose ky grup përfaqëson një person që ndodhet në udhkryq. Mendimet, bllokimet mendore, paaftësi dhe shikoj që je refuzuar nga duke parë të vërtetën në sy. Personi që mund të jetë ose duke u përpjekur të mbajë paqen, shikoj që ky person është duke marrë një vendim. Është artificial vendimi ose mendimi i tij. Këshilla tjetër e dytë për lidhjen tuaj, lidhja e syve është vetë e imponuar, do me thënë që ti ja i person që e mban veten me fashën në sy.
Vendimin duhet ta marrësh sa më shpejt ti është mundur, sepse këtu shikoj që jeni një krizë dhe kjo krizë po të mban pezu. Letra ime dhe unë të këshilloj. Dëgjoj intuitën tënde. Ujë dhe hëna e re që kishim. Për të gjetur rrugën e dur, duhet të përdorësh logjikën e ftohtë, sepse ajo të tregon si të bllokohesh nga energjitë negative, nga personat negativ, sepse logjika e ftohtë vetëm sapo të bllokon për momentin. Okej? Gjej rrugën e dur. Ke hënën dhe ujin. Dhem tek grupi 3, The Tower. Ore, qa keni sot juve që keni ardhur vetë me luftë mërë? 5 shpata, 2 shpata The Tower. Qarë është kjo gjë kështu ju? Gjithsesi, The Tower, mos u trëmb nga rufeja që bie. Mos u trëmb nga goditjet e jetës. Mos u trëmb sepse kulla vërtet shëmbet. Por thjesht është që po të pastron rrugën nga themelet e kalbura dhe nga një gënjeshtarët që ke në rreth. Me sa shikoj grupi 3, gjithçka po ikën, po me rrugë. Por kjo nuk të shërben më në jetën tënde. Grupi 3, mos u mundo të mbash me forcë një person, apo një situatë, apo një problem me zor. Sepse kjo situatë, me sa shikoj këtu, të thotë bëu gati për të lëvizur. Lëviz, jep jetës, ec përpara. Sepse këto rënoja duhet t'i rindërtosh mbi kështjella dhe kjo kështjellë duhet jetë e re, më e fortë se kur. Zemrat e mia. Me sa shikoj në kulla është një ndryshim i papritur, duke rënuar diçka të vjetër dhe duke rindërtuar diçka të re. Sepse të treja letrat kanë dramatikën brenda. Por dhe kulla këtu shikoj që po digjet nga rufeja. Me sa shikoj karroceri po largohet, do me thonë me shpejtësi në mes të suhisë. Imagjinoj veten tënde sikur je brenda një zjarri dhe po ecën përpara. Mesazhi im për ju grupi 3 është që do kaloni një tronditje të madhe, do e kaloni. Por do vi një ndryshim i papritur, s'diskutohet që po. Sepse këtu shikoj që jenë duke ndërtuar mbi baza të pasigurta, por ke edhe njerëz gënjeshtar rreth vetes, por me sa shikoj unë kjo është një ndarje e papritur. Disa nga ju kanë ndarje në grupi 3, kush ka zgjedhur grupin 3, mund të kesh vendarje, ose mund të marrësh një email, ose një lajm, ose një mesazh të papritur dhe do të shokohesh. Do thuash jo në Nataro, po qa plani është kjo, unë kam gjëra të sigurta. Ati ku mendon ti që është e sigurt, ati shkatrohet gjithçka. Gjithsesi, këshilla ime për ju është sepse kulla sjell kaos, sjell frikë, sjell prishje. Por pas kësaj sepse këtu po ndryn Zoti, shikon, po ndryn Zoti. Nuk të lë Zoti, universi, nuk të lë më të shkatrosh atë që ti ke rindërtuar. Por me sa shikojmë këtu, është diçka e shëndetshme për të ardhmen tënde. Duhet të ndërtosh diçka të re që të jetë e fortë dhe e vërtet, të ecësh përpara. Grupi 3, çliroje veten tënde sepse diçka po ikën. Me gjithë grupet që pash, e para, e dyta, e treta, grupet të treja, ky lexim në 3 grupet mbart një ton shumë të fortë sfidus. Dhe pastrus në të njëjtën kohë. Na tregon se ka ardhur koha të përballesh me të vërtetën, me kohën e vështirë dhe të pranosh transformimet e forta që po të sjell The Tower. Okej? Prandaj The Tower shikoj që të sjell pasi të ndryshoni këtë energji, të sjell një fuqi dhe një si ta thonë Nataro, një autoritet të ndryshë nga herët e tjera. Ju falenderoj shumë, sepse këshillat e nënës vlejnë si kjo drita, si rufeja mbi problemin tënd. Ju mund ta merrni metalli sepse shikoj dhe komente negative. Por gjithsesi, i falenderoj dhe ata sepse më duhen dhe komentet negative. Çdo koment negativ, më falni, është fuqi dhe energji për një person tjetër që komunikon dhe flet për të ardhmen dhe të vërtetën tënde. Pastroj rrugën nga themeli dhe largo gënjeshtarët në jetë. Ju përshëndes.